Gani Mehmetaj është shkrimtar dhe publicist shqiptar. Ai është autor i rreth 25 veprave letrare, eseistike dhe publicistike. Romani Zogjt e Qyqës, i autorit Gani Mehmetaj, është shpallur fituesi i çmimit letrar Kadare 2021. Ne në studio e kemi zotrin Mehmetaj, me të cilin do të flasim për projekte të kaluara dhe të reja të tij. Mirë se erdhe, zotrin Mehmetaj. Mirë se i gjej. Do të shkojmë me pyetje kështu kronologjikisht. Është në rregull po. Do të thotë karrierën e filluat si gazetar dhe kritik. Na fal për atë kohë, lutem. Unë kam filluar në rilindje, në vitet 70, konkretisht vitet 78, kam qenë kritik filmi, kam përcjellë një kohë gjatë, domethënë kam qenë në festivale të ndryshme ndërkombëtare, kam shkruar ese, teori filmi dhe këpo deri vitet 90 e marr vetëm me kritik filmi. Pastaj kam nisë të shkruaj edhe ese politike, kam qenë redaktor, kryeredaktor i Rilindjes, motivi për perëndim. Shumë më vonë pastaj jam kthyer në një profesion pak më ndryshe nga kjo, producent filmi, edhe kam udhëhequr disa institucione të kulturës. Dhe vazhdoni të jeni producent? Po, jam producent i filmit, kam qenë drejtor i Kosova Film për një kohë gjatë, kam qenë edhe drejtor i disa gazeta editore, pastaj jam marrë edhe me shkrime publicistike të format ndryshme, domethënë ese, reportazhe nga bota, sepse si gazetar më ka rënë shumë. Dhe kur ishte kjo kohë e këtyre shkrimeve, reportazhave të udhëtimeve? Nga viti 80 kam qenë në Turqi, Siri, në Jordan, do të 3 shtete pak më atraktive për ne, sepse në perëndim gjithë shkonin. Do të kishim mundësi të shkonin në Itali, Francë e gjithë, po këto shtete domethënë Turqia së mësaj pjesa e Anadolit, pjesa në kufi me Irakun e Sirin ishte pak më e pazakonshme ta vizitojnë gazetarët, pastaj më ka rënë të shkoj në festival ndërkombëtar në Siri, edhe kanë qenë çështje domethënë shumë atraktive. Kam qenë edhe në Bashkimin Sovjetik, po ashtu një vend atraktiv për ne, sepse ishte një vend i mbyllur hermetikisht, ose pjesërisht i hapur për turistët e organizuar, edhe ka qenë një vend interesant, sidomos disa nga ato qytetet e Bashkimit Sovjetik. Dhe kam duket një titull i këtyre reportazheve. Po, pastaj kam përmbledhur në një titull veçantë nga Dardania në Australi, sepse ndërkohë ka rënë të shkoj edhe në Australi një ditë. Kam qenë edhe në vende të tjera që nuk i kam vizituar vitet 70-80, sepse ishte vështirë ose pa mundur, kështu që kam zgjeruar hapësirën gjeografike të shëtitjes, po edhe hapësirën e trajtimit në një libër të veçantë, ku kryesisht jam përpjekur të zbuloj kultura të reja, po njëkohësisht ta gjej edhe njeriun ton atje. Gjitha këto vende jam përpjekur ta gjej edhe njeriun ton. Do thotë jeni njoftuar qysh prej viteve 80 jeni njoftuar me kultura të reja. Ju ka mbetur diçka peng, kështu që të vazhdoni, se e di që ende vazhdoni të thoni. Po tash unë në një rast, domethënë kur udhëtova para një 2-3 javësh në Sicili, thash e kam shëtirë gati gjithë botën, po këtë shumë më afër janë Arbëresh dhe Sicilia nuk kam arritur për arsye të ndryshme, kështu që më ofroi mundësia në një shteti 4-5 ditore, ishte atraktive, interesante, dhe më bëri përshtypje dhe shkrova për ato përshtypje, sepse ishte diçka, një mall i tyre për neve, po e jyni për ta. Domethënë ishte një ambient i veçantë, i pazakonshëm dhe shumë emocionues, kështu që më frymëzoi të shkruaj, shpresoj që do të shkoj edhe në Kalabri, nuk do ta përmbyllë se unë besoj që do të lëvizje prapë, po janë këto hapësirat të quajmë kushtime shqiptare, hapësirat arbëreshe që ne pak i njohim, pas nga reportazhet televizive. Po. Ju ishit edhe profesor në Universitetin e Prishtinës dhe diku trilënd i keni dhënë, apo ishit profesor? Dhe ka pas mungesë të literaturës edhe di që keni kontribuar mjaft. Flasim pak për ato punime për studentët që... Unë kam dhënë mësim në Akademinë e Filmit, është të vërtetë se literatura për teorinë e filmit, për estetikën e filmit dhe për këto lëndët historinë e filmit mungon, përgjithsisht në gjuhën shqipe. Jam përpjekur të shfrytëzoj literaturë të ndryshme nga gjuhët të huaja, edhe në mungesë të kësaj pastaj unë i kam përpiluar 2-3 libra që kanë qenë doracak për student. Një nga ato ka qenë adaptim filmi, si të shkruhet një skenar i frymëzuar nga romani, novela dhe shkrimi i gazetës, që u ka hyrë në punë studentëve, sepse 2/3 e letërsisë botërore bëhen filma, domethënë, kështu që është shumë e rëndësishme ta njohin teknikën
e adaptimit, po edhe teorinë e filmit estetike, sepse regjisor, skenarist dhe aktor duhet i di këto gjëra, një që pastaj të kompletohen me kulturën filmike. E përmendet publicistikën 2-3 herë dhe dim që jeni autor i dalluar. Ku jemi si vend me publicistikë? Themi si gjini, si zhanër. Si zhanër, do më thënë, reportajë kultivohet pak, ose as pak qështë 10 vjetëshin e fundit, sepse njerëz janë përqendruar në debate politike dhe gjërat që konsiderojnë se nuk mund të shkojmë ose nuk do të shkojmë reportajë, sepse është kamera, është mikrofoni dhe pak a shumë e ka zbej efektin e reportajët. Pastaj në shkrimet tjera publicistike, nuk e di, nuk e në marrë shumë njerëz, nuk e di pse, prap nuk e kam ndonjë arsyetim, sepse janë gjëra shumë interesante, atraktive, edhe nxisin debate, dhe më cysin për debate, edhe pastaj mund të plotësohen, po jam përpjekur që merre me gjëra, me tema, edhe me shkrime që nuk i kanë trajtuar të tjera, dhe aty jam përpjekur vetëm të shpalos ose të nxis një debat me atë shkrime. Po dhe natyrisht kështu kaluat në letërsi pas publicistikës, po mos ndalemi, nuk do të ndalna kështu në letërsi dhe në këto romanet dhe librat që keni fituar normal edhe çmime. Për poezin do është atë pyes. Pate çik dashurie për? Çdo i ri nis me poezin, po pastaj dal nga dal, ose jeta bëhet prozaike, pak e ashër, pak dinamike, e ngulfasin probleme tjera dhe sidomos nuk kam pasur guxim të i botoj. Dhe më thënë, kam shkruar shumë e vërtet që kam shkruar vitet 70, dhe më thënë moshën 20-30 vjeçare poezi, po asnjëherë nuk e kam botuar, sepse nuk e kisha guximin e duhur. Dhe i keni dikun të ruajtur? Jo, fatkeqësia është që edhe poezit, po edhe një roman gjatë luftës vitit 99 në dërshkim janë ndjekur, sepse është ndjekur edhe shtëpia ime, kështu që nga e periudhë nuk më kam betë asgjë, pos ato që i kam botuar, e që kanë betë në për gazetat ndryshme, të asaj kohë, do të Rilindja, Fjala, Zëre, revistat që kemi pas në Kosovë, ato që nuk i kam botuar, fatkeqësisht nuk kanë betë. Flasim pak sa për romanet, Kalorësit e Dardanis dhe Zhvarrimi. Zhvarrimin fillimisht e kishit në internet, të postuar apo të publikuar, themi. Unë, pa të filluar, edhe kjo është një roman historik, që atë ju, dhe më thënë është periudha e ndryshimit të misterit të varrit të Skënderbeut. Dhe më thënë, asot e kësaj dite nuk dihet, është varrosur, kur është varrosur, po pastaj përpiqen përmes personazhi imagjinativ edhe përmes prithërive të asaj kohe që janë marrë me kronikat e vdekjes së Skënderbeut, që janë marrë dhe më vonë me gjëra të tilla, e kam botuar në vazhdime, në fejton, e quajmë në portale të ndryshme, po edhe në rrjetin tim social ka pas shumë reagime. Do më thënë, dikon muajin e parë kanë qenë dikon 500 komente të ndryshme, kryesisht pozitive, nuk mund të them që ka qenë asnjë negativ, në atë kuptim më kanë lavdruar, më kanë mbështetur, e kanë komentuar gjërat, nuk kanë pajtuar me versionin tim të qasjes, po kanë qenë komente pozitive, kem kanë nxitur pastaj ta botoj. Romanin dhe unë e kam ribotuar 3 herë këtë roman sepse ka pas shitje, ka pas interesim për te. Edhe ma tutje ka, po me gjatë të tash është pak vështirë të merrem edhe një herë me botime, sepse kërkan energji e angazhime, unë jam shumë i zënë me shkrime. Me shkrime. Besim edhe më tej nga shkrimi par artistik, deri te romani Zogjtë të e Qyqës. Na e tregon një rrugtim, kështu të shkurt. Unë në letërsi kam filluar vonë, jam marrë me kritik filmike, jam marrë me politike, jam marrë me produksion filmi, dhe më thënë, kam qenë edhe producent disa filme artistik, nga fundi, kur pak para se të pensionohem, kam nisë të merrem edhe me letërsi, do të botimit e parë ishin sipas miqve të mi dhe kolege, po edhe kritikës të suksesshme, kështu që më kanë nxitur. Një nga ata ka qenë edhe Zeinullah Rahmani, i cili qysh në fillim më ka thënë që pse nuk shkruan letërsi kur edhe shkrimet tuaja publicistike kanë xhirime letrare, ka qenë një nga cytjet, edhe pastaj jam angazhuar me tërë kapacitetin dhe kryesisht jam përqendruar në romane. Dhe më thonë, e kam botuar romanin e parë ka qenë Qyteti në Ankth, një roman për vitet 50-60 të shekullit kaluar në ambientet të Kosovës. Pastaj kam botuar disa romanet e tjera, gati çdo vit kam botuar nga një roman sepse kisha edhe tema, kisha edhe energji të mirë shërbetoj. Pastaj mund të quajmë ashtu kushtimisht ishte Zogjtë të Qyqës, një qasje ndryshe ndaj një problemi, marrëdhënie serbo-shqiptare, do të unë gjithë atë kohë e rrethej
përmes një koloni sërb, ai vjen në Kosovë si fëmijë, edhe shën botë ndryshme nga sa e shohim ne ose nga sa e shohin sërbët e tij, po është në masën e madhe objektiv, domethënë është pozitiv dhe përpiqet parases edhe krimit që kanë bërë sërbët, edhe qasjen që kanë pasur ta ndaj nesh si kolon e ne si nështrorët të tyre, dhe i romanit pastaj pati sukses. Edhe në Shqip, domethënë u botuar në Tiranë. Po, është botuar edhe në gjuhë të tjera. Pastaj është botuar në frëngjisht, në italisht, dhe tash kam bisedime edhe për disa gjuhë tjera të botohet romani, që është një sukses i madh, pothuajse i papritur për mua, sepse nuk e prisja për një herë. Brenda vitit pastaj u botuan dy gjuhë të huaja. Dhe kjo lufta e pengjeve, do thotë që e kemi edhe këtu, vitin e kaluar më duket e kemi pas lajmërimin që është shkruar, apo është realizuar. Na trego fillimisht atë lojën e historisë, apo si lëvizin gjërat brenda këtij libri, këtij romani. Ardiana? Po, ishte një roman që unë jam marrë më herët e kam bërë një dramë Nata fantazmave. Edhe ishte një qasje ndaj 8 ushtarëve që lufta i zë dikon në malet e Slovenisë, në Alpet slovene, edhe nuk di ç'të bëjnë. Janë para dilemave të mëdha. Përpara e kanë përballë vërtet e kanë mbrojtën territoriale slovene, mbrapa e kanë shtrinë e vet, oficerët e vet që i kërcënojnë, kështu që ata janë dilema të mëdha, po kanë konflikte, mos pajtime, kanë paragjykime, armiqësi, dhe gjithë kjo zhvillohet brenda një nate në një ambient të mbyllur, të rrethuar me tela gjembor, të rrezikuar nga raketat dhe bombardimet, edhe të rrezikuar edhe nga njëri tjetri. Pastaj janë përpjekur këtë dramë ta zgjeroj, ta shtrinë në tërë territorin e ish Jugosllavisë, domethënë është një luftë që shpërthen nga Slovenia dhe përfundon në Kosovë. 8 personazhet pastaj kanë fatet të ndryshme, disa ballafaqohen me njëri tjetrin, të tjerë i shmangën konflikteve, po megjithatë është një dramë që ju duk atraktive dhe të tjera, domethënë në Tiranë e pritën mirë, kritika shqiptare pritet me superlativ që më erdhi mirë, pastaj ndërkohë pati interesim, pothuajse ditën kur e promovova në Tiranë, pas 2 ditëve merret një ftesë se a mund të përkthehet në gjuhën frenge. Do thotë edhe kjo ka fatin e njëjtë, sikurse Zështë e Qyqës, edhe pse unë më herët e pata ofruar një roman tjetër, është Borita Apokalipsit, që është pasur një temë interesante bombardive në Kosovë, 3 muaj bombardimesh, po kjo duke më interesante, kështu që ndryshoi koha, domethënë. Po është interesante të jenë 8 ushtarë të 8 kopsive në një, do thotë, uniformë ushtarake dhe në një kohë kur Ballkani veç është ndezë po, e lexuan, domethënë, edhe më tha që pastaj i bëjmë ato formalitetet të përkthimit. Romani është përkthyer në frëngjisht, është në lekturim, redaktim në shtëpi botuese franceze, sipas kolegëve të mi që kanë pas rast përkthejnë në gjuhë franceze, është një shtëpi me renome, përkthyesi është pasur një emër i njohur i përkthimit, edhe më bëri përshtypje se ishte shumë shpejt, pasi u promovon në Tiranë, unë ende se kam promovuar librin në Prishtinë, ai pritet promovimet të bëhet në qershor në Paris. Ka gjasa që mund të promovohet më parë në Paris se sa në Prishtinë, sepse është dinamika e tillë e botimit. Domethënë, ata brenda 2 muajve do ta redaktojnë, përpunojnë. Mirë, do ta presin Prishtinën në shumë gjuhë, pse jo? Edhe pastaj është edhe në gjuhën kroate. Po ashtu kam nënshkruar kontratën me botuesin kroat, i cili ka shpreh dëshirën ta botoj. Kam zgjedhur edhe përkthyesin, është i përkthyesin i njohur i hyni Nikol Berishaj, që ka përkthyer edhe Kaderin në gjuhë slave, kështu që unë jam i kënaqur edhe me përkthyesit e mi që kanë përkthyer në gjuhë të huaja, po edhe me dinamikën e përkthimit është mjaft shpejt për një autor që pas disa muajve, pas disa javëve shpejt dëshinë të tjetë, shpresoj që edhe në të ardhmen do të kem suksese të tilla. Zoti Mehmetaj, ne i kaluam ato 15 minutat e bisedës, faleminderit shumë shpejt minutat, po patë mundësi pak sa t'i prekim se cilin prej këtyre mbi 25 vepra që i kemi dhe u morëm me gjitha të kronologjikisht me gjitha të karierën tënde prej fillimit deri më tani. Faleminderit për kontributin fillimisht që jepni, do të thotë për gjithë Kosovën dhe për kohën që ndatë për ne. Ju faleminderit edhe ju që më ftuat në emision. Faleminderit shumë.